kur flasim për pavarësinë e gjyqësorit në përgjithësi, në thelb e nënkuptojmë atë që gjyqtarët duhet jenë të lirë nga çdo lloj forme presionit politik, çdo lloj forme ndikimit të jashtëm dhe thjesht autoriteti i vetëm cilit ata duhet t'i udhëheqë në vendimarrjen e tyre është kushtetuta, është korniza ligjore në fuqi dhe në këtë drejtim besoj që ndarja e pushteteve është parim kyç në funksionimin edhe të një demokracie në përgjithësi, por realisht në praktik kemi pa që një farforme debati për gjyqësorin thjesht zhvillohet midis një perceptimi që lidhet me progres dhe shqetësimeve për ndërhyrje ose edhe për mungesë të efikasitetit. Dhe duke u nisë prej komplet këtij diskutimi dhe kësaj çështje në ndoshta me shtri edhe në kontekstin e gjerë të shtetëndërtimit të Kosovës, a mund të marrim për jush një përshkrim të sfidave kryesore me cilat sot përballet gjyqësori dhe konkretisht si mundemi me përkufizu këto sfida si në aspekt strukturor, ashtu edhe në aspekt politik, themi kështu. Po, në diskutimin e sfidave strukturore ashtu edhe përmbajtësore të sistemit të drejtësisë, sistemit gjyqësor në Republikën e Kosovës, konteksti është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Konteksti historik dhe ai i shtetëndërtimit të vendit tonë. Kujtoj që ndërtimi i konceptit mirëfillt të pavarësisë së sistemit gjyqësor fillon pas shpalljes së pavarësisë dhe miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Paraprakisht ekzistojnë 3 etapa të rëndësishme historike, dhe të cilat edhe pse në nivele të ndryshme e sfidojnë këtë koncept dhe kanë peshë në konceptualizimin dhe institucionalizimin e mendësisë së pavarësisë së pushtetit gjyqësor. Kujtoj që para viteve të 90-ta, koncepti i pushtetit gjyqësor i është nënshtruar një mendësie komuniste dhe një mendësie të nënshtrimit ndaj pushtetit ekzekutiv. Dhe kjo nuk është tipar vetëm i vendit tonë, është tipar i shumicës prej vendeve të Evropës qendrore dhe lindore dhe Ballkanit perëndimor. Më pas përgjatë viteve të 90-ta, pushteti gjyqësor ka qenë i menaxhuar nga një sistem krejtësisht i dhunshëm dhe diskriminues. Ndërsa fillet e ndërtimit të këtij sistemi filloi në vitet 2000 përmes kornizës kushtetuese, përkatësisht administrimit ndërkombëtar të Kosovës, periudhë kohore kjo në të cilën forcat vendore jo detyrimisht kanë pas kompetenca të plota. Dhe këtë nuk e them për të eliminuar përgjegjësinë, por për të vënë peshë në faktin që edhe përgjatë kësaj periudhe kohore, pushteti ekzekutiv përkatësisht unë me në atë kohë ka mbajtur kompetenca ekzekutive edhe mbi pushtetin gjyqësor. Dhe kjo ka ndikim të jashtëzakonshëm gjithashtu në ndërtimin e mendësisë dhe të konceptit. Çdo sfidë dhe arritur e sistemit të drejtësisë, prandaj duhet të vihet në kontekst të një periudhe kohore 18 vjeçare. Dhe kjo periudhë duket periudhë mjaftueshme në dukje të parë, por në kontekst historik lë hapësirë për sfidat jashtëzakonshme. Kujtoj që shtetet me demokraci të konsoliduar dhe me koncept të konsoliduar të pavarësisë së pushtetit gjyqësor kanë traditë dhe histori deri në 250 vite. Prandaj në këtë kontekst në dritën e si më sipër, duhet teksohet që të arriturat e Kosovës, por edhe pushtetit gjyqësor janë të jashtëzakonshme. Kujtoj që përgjatë gjithë kësaj periudhe janë miratuar ligje të panumërta në përputhje me normat dhe parimet ndërkombëtare. Janë themeluar e reformuar institucionet e tëra, janë miratuar rregulla operative të funksionimit të brendshëm. Është investuar në infrastrukturë, në teknologji informative, janë riemëruar gjenerata të tëra gjyqtarësh e prokurorësh e profesionistës ligjor dhe me rëndësi të jashtëzakonshme është gjithashtu historiku i themelimit të gjykatës kushtetuese dhe tradita e drejtësisë kushtetuese që ajo ka ndërtuar ndër vite dhe e cila ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen e vlerave kushtetuese, në jetësimin e këtyre vlerave, në ruajtjen e balancit të ndërtimit të pushteteve dhe ka një praktik shumë të qëndrueshme gjyqësore sa i përket ruajtjes së pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe ose institucioneve të pavarura.